Po, është kushtetuta për mi Është shumë mirë, mundën me dalë për tjetër, me marrë një vendim tjetër. Me marrë një vendim tjetër, mirë, po tash mirë, po mundet me marrë një vendim tjetër. Po nëse merr një vendim tjetër, tash është i padrejtë. Ja, nuk është i padrejtë se ndryshojnë. Për shembull, ki gjykata supreme e Amerikës, këtë çështje tjera në vazhdim se i pas 30 vjetë ka rregulluar ndryshe. Desha flas për intervistën. A e ke përcjell intervistën? Po. Gjithë e ke përcjell? Në të kushtetuta, ke drejtë të kushtetuta. Bësh nervozu? Po, jo, bësh nervoz se kohën verit mos e ke mollën. Si? Se kohën verit, se në rëtësh. Se çka kishte aty? Çka do e ke kryeministri, ju përmi se që pyetje të krejt o burr. Do të bësh shkana shokaz televizori publik me toksat tona po në demokraci është do të më sfitu me thonë o zoti. Po ti ke shumicën. Jo me Albinio pak më i butë se Ramizalia mujtë me. Po se Ramizalia, se e veri s'mund. Okej, se thani deklarat pompoze të shohim tash hodaj, ty të duket si komunizëm apo me thon drejtën unë vesh të rill sa dikon po e kam koment, nuk hezitoj me. Po rill sa dikon po. Po rill sa dikon normale. A është normale, prap nuk e di, ju e dini më mirë se një gazetar. Korrekte. Po e di një fakt e di se jo vetë për shembull ndoshta kryeministrat, ministrat, jo me ambasadorë kështu me ato që po edhe me ambasador, po për shembull edhe me kryetarin e federatës kur ka përpara televizionin publik, ja ke shupyje edhe një për me shkuar në intervistë desh me edhe kryetari i federatës që ka kërkuar pyetjet po. Po patjetër ndryshe s'ka. Përgjigjet ai ka kërkuar federatës. Kështu që po tregoj, unë tash se cili ka praktikat e veta, ti tha ambasador do po tregoj. Unë e di që na kanë pas bojkotuar një kohë gjatë ta kryetarët e federatës. Ja, ndoshta çat kohë gjatë për shkak se supajtoheshin me çastin. Unë jo, kështu që po, u tash, a është mirë mendoj që ndoshta nuk është mirë nëse zot tash nivelin te kryetarët e federatave, rrizet i nash. A është mirë ndoshta nuk është mirë, po edhe me prici po thot blerimi tash, mo prit unë i pash da një gazetar, jo si ka çepu kështu, jo ka çepu ashtu. Amlen tash po di është. Jo me çepu s'ka nevojë, veç pyetje me bë. Ose e pash te kërcënia e presidentës në gazetar thike me sfidu. Thike mua, thike çore edhe mua më ka kërcënuar, se s'po marrin veprime kështu, amlen tash secili do me luajt rolin e kryeministit, presidentit, do mendoj që qytetarët janë barabartë, po abdem secili ka rolin e vet. Nëse është po Nëse është poenta për të marrë më shumë informacion mbi situatën aktuale, mbi pozicionin e ja, jo, keq është, atë s'ka është, se ka interes në nxjerrë ato, Albini është kushtrim, ajo është kriteri. Po tash mujna mi po kret gazetarët kushtrim a moderatorat mirë. Po jo, po ajo shtëpi atë moderator. Nuk është fer. A kishu po mu kon ma përballësore. Ti ka pas moderator që e po ndru. Pse po flet pa lidhje blejëm. Po shihesh me ti ke çap mos me lënë me fol. A deri jo, unë shumë moderator. Ka debat të Një intervistë ka bo Bleo Tafonici, një intervistë ka bo Fitoria, një intervistë pëtash. E Fitores ka qenë. Të dytë ju stigmatizu prej qeverisë. Po që ka një pyetje, dvetme. Të zoti Hargjijaj, kolegi joni, edhe mua unë e justifikoj plotësisht mentojnë që zdojnë me gjujt, me kritiku një kolegë, se është një regull elementare midis e snofit. Adin, si kur këta dy kolegë të unë avokat, me që kotë njën i të rinë qaka qaka. Ka dalë përse të kreva fjali, ku për ti krejtë që po du me thonë? Po jo e snofa, po s'janë krejtë e snofa. Shiko, ti je, dhe ma onë ti nuk je, përnori vërtetës, po ti mundosh vërtetës me po karikatu.